Pastroni dhëmbët me këtë përbërës dhe nuk do shkoni më tek dentisti. Dhëmbët janë një pjesë e rëndësishme e estetikës tonë, por jo vetëm. Ato ndihmojnë në përtypjen e mirë të ushqimeve, kështu që duhet të përpiqemi që t'i mbajmë sa më gjatë. Bëhet fjalë për një gargare e cila heq gurzat dhe bazohet te soda e bukës. Soda e bukës është e njohur si një nga pastruesit më të mirë në dispozicion dhe mund të përdoret në qindra aplikime, duke përfshirë edhe higjienën orale. Përzieni sodën e bukës me krip, pastaj lagni furçën e dhëmbëve dhe me ujë të ngrohtë, përhapeni në të gjithë sipërfaqen e dhëmbëve. Lajni dhëmbët dhe shpëlani gojën. Përsëriteni për rreth 2 minuta, pastaj përzieni peroksidin e hidrogjenit me ujë të ngrohtë dhe shpëlani gojën tuaj për 1 minutë, pastaj shpëlani gojën. Përdorni fill dentar për të larguar ndonjë papastërti dhe shpëlani me ujë të ftohtë. Mund ta përsërisni këtë procedurë 2 herë në javë, mirë po mos e gëlltisni asnjëherë këtë shpëlarës.